Ashtu si që premtuam, jemi përsëri në studio, vetë se jemi rikthyer në studio me intervistën e dytë për ditën e sotme, ku me mua është kryetari i Plisave, Albert Kastrati, i njohur për gjithë ju si Tigri. Mirë se vjen. Atëherë pyetjat e parë cilën dëshiroj t'ja u bëj, pse Tigre? Pse ju njohin si Tigri? Përmes shoqënia ma kanë të më bë Tigri, shoqënia e ngushtë, Tigër, nuk kam me Tigër. Jo si Jo për diçka tjetër që po tuten prej teje apo. S'ka që tutën me si shoqënia ma kalon, në Tigër, pse do nem, kur gjë më shumë. Më shumë duket tashmë je njohur si Tigre, sesa si Albert Kastrati. Gjithë njohen Tigre. Pa i po, shka po, i tipoznis po, jo, Albert Kastrati në shpim krasën, Albert ju Tigër. Albert Kastrati. Atëherë faleminderit që ke pranuar edhe një herë sot jesh me ne, dim që pas aktivitetet shumëta megjithatë ke gjetur kohë. Kur keni filluar fillimisht merreni me Plisat? Tashmë edhe jeni kryetar, kur jeni bërë, na tregoni më gjerësisht. Me Plisa më njerë mas luftës kemi fillu, edhe ja kemi shku në stëm. Në kryesi kam i në vitin 2004, në 2006 kam qenë kryetar, deri në 2007, në 2007 pak mos marrëveshje. Jo, mos marrëveshje. Unë kom pas disa, s'kom qenë këtu në Prishtinë dhe tani në 2011 një mbapet. Prapë. Sa është e vështirë? Ballë. Shumë e vështirë është. Megjithatë sigurisht i ka edhe kënaqësitë e veta. Po normal si ka kënaqësitë, veç nëse e ki një përgjithësi është shumë ata si janë kanë e din, por edhe nëse jam e dit, ata si vinë nuk e din. Se nuk është lehtë hiç. Me pas punë me shumë njerëz, me pas klip organizimi, me shkue gjithkanë nëpër Kosovë, ose edhe jashtë Kosovës është bajegje shumë e rëndë. Në cilat vështirësi hasni më tepër, Albert? Vështirësi nuk mujna me thonë vështirësi e mujna me thonë ato se jashtë, kur dalim jashtë Prishtinë, për shembull, organizimet me shku me përcjell ekipin si futboll ose basketboll është pak problem, jo federata, jo policia, jo si japën bileta, jo Plisat po bojnë probleme, na nuk shkojnë me bë probleme, gjithmonë shkojnë me përkrah ekipën tonë. E që ajo është vështirësi për neve, tjera vështirësi s'kena. Atëherë ku janë Plisat sot? Sot Plisat janë në rangun me grupet tipozve në Evropë. Në Evropë. Pa. Për Kosovë, për rajon, besoj si e kena kaluar. Sa tifoz janë gjithsej? Po tifoz janë shumë, aktiv mund fjalë. Aktiv mund me thonë 400 deri 500. 400 deri 500. Aktiv. A tifoz kur ka ndeshje ndërkombëtare kështu bën edhe 10.000, po ata vinin ndeshje, ata si vinë non stop, se duhen tamam me zamër janë 400-500. S'ka më shumë. Do të thonë grupë, se ka njerëz që duhen Prishtinën e vinë, ama grup tonin. Flasim për aktivitetet që janë çdo herë aktiv në çdo lojë. Po, në çdo lojë. Atëherë sa je i kënaqur ti me përkrajen e tyre të madhe që ne kanë me praninë e tyre gjithashtu 400-500 veta vetëm që janë aktiv. Po. Janë shumë. Megjithatë bën edhe më tepër kur ka lojë të reja. Problemi është na jemi që 15 vjet mas luftës jemi në Kosovë mbrana, veç Kosovë, edhe nuk kemi dalë pak që tash Liga Ballkanike. Nëse me kanë Liga Ballkanike dhe kontore e Shqipërisë, na kemi marrë vetëm një grup në Kosovë, e kemi marrë se jemi nal kur se kemi nal aktivitetin. Është pak, duhet me kanë të kënaqur shumë se kemi nal. Lujti me Trepsin ose me Pejen, u bën kampion, e festojnë një ditë kur gjë e tjerë në Evropë, nëse bën kampion përgatitën për liga tjera, çka janë ligat e Evropës. Kështu që na që 15 vjet jemi këtu dhe jena të kënaqur pse jemi këtu, jemi ndër grupet më të mira në rajon, s'po thëmë në Evropën, kur të thëmë rajon, janë Maqedonia, Shqipnia, nëse Shqipnin jena këtu tamam, po ka edhe grupën Shqipni jemi një, po Maqedonia, këtu tjera të tramë në Svea përmeni, po ato jemi. Edhe kemi majtë pa dalë në Evropë, veç mrena në Kosovë në përara. Ato jena shumë mirë, por ata jemi edhe shumë mirë dhe jemi kënaqur shumë. Mjaft mirë. Çfarë mund të na tregoni më tepër sa i përket tifozave bardhë dhe kaltër, ku sa dhe kia dhe një shallë? Cilat janë karakteristika, cilat janë ato cilat edhe e veçojnë këtë skuadër. S'po di, do të cili qytetar i Prishtinës, ose pa marrë parasysh, edhe qytetet e tjera do të me dashtë ekipën e vet. Ata si e dojnë ekipën e
do të me shku me përkra ekipin, ata për shembull futbollera ose basketbollistë ose do të me shku me përkra me dhanë zamër që kjo është të ndonë Prishtinë ka pas shumë ma shumë tash ja ka nis një ramje sepse kallëzohet më herët u kon është ajo se 15 vjet po shpresojnë as i dalëm. Liga Ballkanike e pat një hap shumë të madh, po tash i ka rase edhe niveli është pak më i dobët si vjet. Po besoj se tash në janar kur t'ja nisën ka me kon apet sikur herave tjera, sikur vitin e kaluar. Urojmë. Të flasim pak për sukseset gjatë këtij viti për ju si Plisa. Po kemi pas suksese, kemi pas atmosfera shumë të mira, kemi pas kur ke Final Four këtu Prishtinë kena pas koreografinë ndër koreografitë si pak grupe e bojnë, kemi punuar afër një muaj për një koreografi e cila ka qenë edhe i ka lënë jenë të knoq krejt shqiptarët, me jo veç personalitë Plisat, po jenë të knoq krejt shqiptarët se ka pas lidhje me krejt kombëtare. E kena pas për Final Four, ka pas suksese shumë. Po sukses pas suksesi. Po, normal. Alverdi është i vendosur të jetë në përkraje të kombëtares shqiptare kundër Serbisë. Ka qenë një ndër shkrimet të cilat i ka pushtuar e gjitha portalet sa i përket ndeshjes kur edhe është mbajtur. Sa ishte e vështirë që ju të jeni prezent në qytetin e Beogradit në afërsi të stadiumit Partizanit? Po, vështirësi shumë e madhe, edhe për që më marrin portalit i marrë 3-4 ditë më herët me mua e shkoku si kam qenë në luftë. Edhe ata për ata e kam bën një par propagandë shumë të keqe, shkaku se mos me mujt me shku atje. Sa ka vështirë kom. Gjë që ja u ka keqësuar. Na ka keqësuar shumë, se na kena pas me shku shumë ma shumë, ata shkaku i propagandës rron ndikim edhe Federata Shqiptare edhe UEFA edhe s'na lejon udhëtimi normal. Na shkum 4 veta, po u kon shumë vështirë. S'kemi bërë kurgjësi në shkue, po veç ju kemi tregu si na vina. E cili ishte qëllimi që t'jeni ju atje prezent për ta përkrahur? Po ishte qëllimi, ja, me përkrah, na kemi pas me një stadion, po u kon shumë vështirë me një stadion, sepse t'i ka lyp edhe lëndë njoftimin e këto s'kan kurqyr si na mujt me një stadion, po vetë prezidenca jonë midis Beogradit, jo për ata si kanë folë portalet ajo, po për grupet e tifozëve si janë atje në Beograd, për ata ju kemi shku në përlagje, ju kemi ngjitë ato të sanet tona si kercat si janë, ju kemi treguar se kemi qenë atje. Keni hasur atje në ndonjë problemi, ballafaqur me diçka të pakëndshme? Ja, se edhe i miru tash na muna me thonë botrima se ju s'na kanë ose diçka, po foli kështu tamam, ama ja, se duke edhe muruse me të tuja policia ja të. Ju keni qenë me edhe sa persona atje? 3 veta atje. Megjithatë, ka qenë e planifikuar që t'jeni shumë më shumë? Po, ka qenë e planifikuar, po s'kemi mujt. Se ne kemi shkuar këtë tjetër kata, kanë pritje këtë tjetër kënd, edhe shumë s'kemi mujt me shku, se t'ishëm shku edhe shumë ashtu edhe kish pas problem. Ish bo shumë problem, po kemi shku pak sa më ju tregu se kemi qenë atje. Na jena këto. Megjithatë keni shkuar dhe jeni kthyer pa asnjë problem. Po, pa asnjë problem, besoj se që tash se kemi edhe më shumë problem. Për shembull, po domosdoshmë tash një shok se ka qenë atje, ka shku me Petrekë gjithë ose do të me cekë, ka shku me, ai punon me një organizatë për për jamin, e ka shku me të punës, para një javë. Ka shku ka i super, kur ka dalje kanë thonë du të me prit. 2 orë, mas 2 orë kanë ardhur policia Serbisë, e kanë marrë kanë shkuar në Kragujevc, edhe kanë marrë pyetje shkakun pse qysh kena qenë në Beograd. Të mëshme. Edhe kanë marrë 4 orë. Megjithatë më pas. Krejt tash edhe unë kom pas flet arrest, unë kom ditë se kom pas flet arrest, po tash edhe këta 3 tjerë që kanë qenë atje kanë flet arrest. Është shteti jo demokratik. Të ndajmë pak tek lojrat të cilat keni qenë prezant, sa i përket PES, sa i përket trips ose këtyre, keni qenë më shumë fitues, çdo herë duke fituar, duke korrur fitore, apo keni pasur ndonjë lojë ku kanë fituar ekipi i kundërt? Po, për ekip po fol. Po. Po ekipet kanë fituar normal. Nuk kanë fituar veç Prishtina, po është një zgënjem, po na prapa do të ne dash Prishtinë. Duhet ta përkrajmë. Sa i përket pjesëmarrjes atje, hasni ndonjë problem ndonjëherë nuk lejohet hyrja e tifozëve? Neve na Plisat kemi problem. Se shembull, Plisat dhe Prishtina është kryeqytet. Plisat janë më të fortit, tash edhe veç me ditë ata si po shkojnë Plisat, dalin këtë qytete.
atë tani e kam edhe policin nga pe tyne, ka ndodhur shumë raste se i kanë thirrë policin, kanë thonë kur çirëzon me i plisat në stadion, edhe policia na ka kthye. Domethënë i kanë ngu edhe klubi pak me Është e drejtë kjo? Jo, nuk është e drejtë, na nuk ja vojnë kërkujnë ashtu. Të na mundet me orë kush du, nëse guxon me orë le të vjen. Edhe na po shkojna. E pse kur themi nëse guxon, Po, nëse guxon me shku në Mitrovic, na pse mos guxoj edhe ai të Pse edhe ai? Po, jo, më na mi qit prit me thonë që ata po guxojnë, po hajde t'ja qesën policinë dhe ti ndalojna. Na ka ndodhur shumë, sidomos në Voshtrë dhe në Mitrovic. Po thuj se se jemi nis na kanë kthye, na kanë shkuar që ato argjimet se do të me pagu transportin na kanë shku, po sa është e rëndësishme që të ketë tifoz kur luhet një lojë sa i përket lojtarëve. Loja luhet për tifoz. Nëse s'ka tifoz atëherë pse po luajnë? Mos luajnë hiç. Nëse ti nuk lejon me shkuën në Mitrovic se atë bashkëpunim me bojnë klubi, policia, tifoz, fatkeqësisht se te na nuk ndodh ajo kurrë, atëherë pse po luajnë? Futbolli ose basketbolli ose çdo sport luhet për tifoz. Mirë. Atëherë dëshiroj të ndalem edhe tek një postim cilin e ke bërë para disa ditëve në rrjetet sociale, ku ke shprehur edhe gëzimin me largimin e trajnerit nga Sigal Prishtina. Cili ishte shkaku që ju gëzuat? Po, s'ka qenë trajner për Prishtinë, besoj, unë për vetë, personalisht po foli, se nuk i ka dhënë atmosferë klubit, e kemi post trajnera shumë të mirë, kanë dhënë atmosferën në klub, në ekip, kjo s'ka pas atmosfera as në ekip. Shoku si për këtë postimin si po flet, na ishim në Shkodër, i morëm 300 kilometra dhe ku shkum na kënaqshëm për Prishtinën ishim shkuë. S'di sa ke po vetë nëse ke po postimin, dalin trajneri, lojtarët as nuk e çojnë dorën se duhet me përshëndetje, ka ardhur as kur gjë, luajnë ndeshja krejt, ata as nuk vinë ato te na, domethënë është trajneri ka pas fajt ato sepse duhet më tregu lojtarëve se edhe lojtarët do të me ditë se pajsoj veç trenerin, se nuk e kum si mëzu veç për trenerin, edhe për lojtarë kum fol, se do të me përshëndet tifoz, pa marrë parasysh. Pra janë edhe shumë emra të tjerë cilët juve nuk ju përkrajnë si plisa. Realisht nuk ju na përkrahen, po ata janë qash jo falenderus, ata e këshyre me lekun, shkurt. Ata vinë në Prishtinë, luajnë për lek, e marrin lekun si interesant, a upja pitoj Prishtina, a kupton. E që ata u konë dhe posimi jam. Megjithatë ki thënë se duhet largune disa emra të tjerë. Dhe që ka njësë më largue. Cilët janë ata tjerë cilët duhet? Edhe Pesnik Rrugova, se di sa i deni, janë vishë largu, sa i dija dhe besej se kam bo publike, alo kërkur, vishte dhe bona publike. Mjaft, mirë një informacion të paktën, besoj nga burimet sakta. Pa, janë largu ata dhe nuk do të me konë lojtar me zemër për Prishtinë, nëse nuk i është Dardan Berisha, është i Pejes. Krejt në ashta Prishtina, jo krejt, se e ka ndasht, po edhe në plisa kina posë mos marveshe, jo, a me ardha mos me ardha. Po kina lusaj, u konë lojtarit i vetëm si na kemi shoh, po nuk na ka këthy kur as gjes, as kur gjë eq, edhe kemi planu me ardhën Prishtinë. Po është lojtari si deri tash Prishtina s'ka pas lojtar si lun me zemër si Dardan Berisha. E tash Dardan Berisha apo i Pejes po vjen po lun në Prishtinë me zemër, e ai Prishtinës nuk po lun me zemër, çaj është se edhe pse i Prishtinës atëre nëse s'lun me zemër ik, shko ku dush. Për neve plisa, do të me lun me zemër. Më herët përmende që keni pas edhe vende ku keni qenë dhe nuk ju kanë lejuar që t'yni t'jeni si tifoz sa i përket klubeve, sa i përket asaj jeni kthyer, ndoshta keni bërë shpenzime, dëshiroj të dini se ju përkra dikush financiarisht juve si plisa. Po shumicën e raste na vet i paguajna me transport, me bileta, me krejt, po ndodh se na përkra edhe klubi. Klubi i futbollit i basketbollit. Na përkra na pagun transportin ose biletat, se dyjat s'monët, se edhe kushtet nuk janë, po... Mirë, po nuk është kontratë e cila bëhet për çdo lojë, por ko pas kohë. Ja. Në varet farë ndeshje është, për shembull, shkojna, kemi me shku edhe 10 autobusa, 2 autobusa ose 3 autobusa i pagun klubi, tjerë i paguajmë na, është. Jo kontratë, s'kem kontratë shkrume me kërkonesë, se nëse don klubin do të më shku me paguaj. Megjithatë është më e lehtë. Po, më e lehtë. Ndalemi tek një iniciativë tjetër, këto ishin edhe sukseset gjatë këtij viti sa i përket juve që keni qenë si plisa, që keni parë edhe ngjarje të cilat edhe janë zhvilluar. Ndalemi tek iniciativa e cilën e keni çdo vit sa i përket fëmijëve me nevojë, fëmijë që nuk i kanë kushte.
ndaj pak të kjo iniciativë na tregon më shumë që sa është kjo iniciativë Po, për ju, është sa i viti- përket fund vitit. është viti 8 me radhë se nuk ndalme, se vjetë është pak ma, se kemi mi dhonë zonë ma shumë, po prap i kemi bëhe dhuratat dhe jemi të shpëndas, qërë sot ja kena pillu në Reqak edhe në Prishtinë, nesër do të bashkëtojmë në qytete tjera dhe Sa i përket dhuratave, si po i mblidhni të hollat, po për dhurata, shmira. për dhurata gjithmonë kemi gjetë njerëz mirë se japën, se din se ato nuk keq përdoren, edhe kur e kam po në për se nuk keq përdoren. pra i keni dalë në fjalë atyre Po cilët i ju keni kemi thënë dalë ka fjallë dalë. dhe nuk i kemi pas problem kur. Po vitin që shkoj kemi marrë iniciativën në për qytetarët mi provu e sa atë në gjendje me ndonë qytetarët e Prishtinës edhe ajo ka qenë shumë e mirë se kanë dhënë qytetarët e Prishtinës, i patëm më ofër 2500 dhurata, i kemi shpërndarë për këtë Kosovën, e si vjetë ka qenë ftoft, edhe Kjo është arsyeja vetëm Po, apo ka jo. arsye tjera? arsyeja vetëm është se ka qenë ftoft, shumë ftoft, edhe mi qitë djemët në për qytet, e me najtë ka 5-6 orë ose 8 orë, nuk na ka duke arsyeshme, po i kemi gjetë, po ata njerëz që na kanë ndihmuar çdo vit, edhe i kemi thirrë, i kemi thonë kështu është puna, edhe nuk ka na pas problem, na kanë dhënë tollat edhe i kemi marrë dhuratat, Sa fëmijë, sa dhurata janë siguruara këtë vit deri më tani? 600 dhurata. 600. Po. Keni përfshirë qytetet ku janë më shumë nevojë apo keni shkuar Në sipas fshatra, për shembull sot në Reqak i kemi shpërndar 200 dhurata. si kaluat atje? Pa atje kur shkojsh gjithmonë të kujtohet ajo fol me njerëz sot për shembull na tregojshin kur ka qenë masakra Reqak dhe ka një djalë i ri. Tha jo ku është flamuri aty ku qëzës, tha ishtë në malë, tamam ku ka qenë Reqak masakra, tha atje ka qenë masakra. Reqakut është, po do të me shkue. Keni Nuk është lehtë se as pak këtu desha dalë sa është e vështirë, më pastaj të dhurosh fëmijëve ku edhe kanë një jetesë pakës pa më të ata rëndë. aty në do të më ndihmu gjithë, jo veç na, po do të më ndihmu edhe shteti, për shembull, për marrë të kontinjera sot në Prishtinë, të fusha pajtimit. Besëm se shumë keq, ose di që është rrinë ata njerëz. Megjithatë keni marrë ndonjë informacion ku ka ndihma të tjera të cilat i bën qoftë nga komuna, qoftë nga ndonjë qytetar që shpreh lëshë mendimin e tij, shpreh për të dhënë diçka për të dhuruar, sa i përket fund vitit, se e dim që sa i përket vitet nuk ka diçka të tillë. Neve si vjetë edhe vjetë komuna të shundru komuna, se kom për ata, po nuk kemi pas përkroj për i komunës, kemi pas vite të tjera përkroj për i komunës. Këta njerë si i gjemë Keni kërkuar ndihmë? Pa, Dhe nuk ju ka dalur në ndihmë. ja s'na kanë dalë ndihmë. Këta njerë si i gjemë ku i shojmë, i kemi në atë që 8 vjetë tash i pidina ku ka nevoj, edhe ato pishojna. Kështu që besoj se vitin tjetër edhe komuna edhe do të më animu mi unimu e fëmijëve, na nuk i kemi gjithmonë edhe për që ata nuk i kemi up njerëz kur që 8 vite si na animojnë se din se ato parë nuk keq përdoren, ato parë shkojnë në vendin e dur, ku duhet me shkuar. Sa i përket dhuratave, i merrni më lirë ato ku i bleni apo me çmimin, pasi që sigurisht i tregoni se për çfarë janë këto dhurata, apo nuk është që interesohen? Ja, tash unë se di sa është e lejushme me përmend se na kena një si bën dhuratat, edhe na jap çmime më të lirë. Keni gjetur bashkëpunim të mirë. Po, kemi bashkëpunim me një kompani se na liron e din se edhe ajo e din se kemi për qëllime të mira, edhe na një më lirë. Megjithatë sa po ndahesh i kënaqur nga kjo iniciative juaj tashmë 8 vite apo jo? Po, do të më konë shumë i kënaqur. Na ndomi jo vetëm po krit plisat janë të kënaqur se i shohim njerëz që na përkrahen, edhe i shohim fëmijë që janë gëzuar, na jena shumë të kënaqur. Sot ke qenë me sa persona atje për të shpërndarë? Sot kemi qenë afër 12 persona se kemi shku atje, po ka qenë rruga shumë e keqe, masi kemi fshtu shumë mirë. Edhe një informacion tjetër që rrugët nuk janë fare jo, mirë. rrugët, unë tash du me thonë, unë more e fotografua qytetin e Shtimës. Po kur u kthym në Prishtinë, se dolëm për Prishtinë, na dolëm qytetit, po kur na ramën shku ka fusha pajtimit, sikur qyteti e Shtimës, ashtu ishte rruga shumë e keq këtu në Prishtinë.
s'po du me nda. Mi nda. Atar pritjet sa i përket atyre të cilët dhe keni dhuruar dhurata, si ndiheshin, si ishte emocione ndërmjet tyre, dhe përveç jeni të vetëm për dhurata, apo jo? Jo ndihma tjera. Ja, ndihma tjera. Kemi pas në ndihma tjera, ju kemi shu edhe pare kështu të gatshme, familjeve si janë shumë keq, po tash jo ashtu, nuk po shkojmë në atë mënyrë, dhurata fëmijëve, edhe fëmija le të kënaqen, ata si mundin me punu, ata le të punojnë. Mjaft mirë. Atar përveç kësaj keni pasur ndonjë aksion tjetër rreth humanitetit gjatë këtij viti ju si Plisa? Ja, veç këto ju nimojnë sikur krejt si ju nimojnë tash fëmijëve si po na shohin personalisht ju nimojnë ina në organizojmë ju qesëm në faqet Plisa na shohin se kemi faqen me zyrtare. Po ju nimojnë kështu me marr vetë organizim ju. Mjaft mirë. Atar unë ju falenderoj edhe njerë që keni gjetur kohën që t'jeni sot me ne, cili është mesazhi juaj për gjithë ata që janë sot me ne, sigurisht dëshirojnë të ndash edhe ndonjë urem sa i përket fundvitit. Faleminderit edhe për juve, mesazhi jem sa më shumë mirë me sfort, edhe më jeni mua njerëzve që kanë nevojë. Edhe uri me pesën krejtë. Faleminderit edhe një herë Albert që pranove të jesh sot me ne. Atëherë mua në studio ishte kryetari i Plisave Albert Kastrati. Në VM do i shoqërojnë disa promo sa i përket festave të fundvitit se çfarë është e planifikuar të jetë në First Channel. Ndërkohë me njëherë pas promo vjen edhe pjesa e dytë e emisionit të Top Ligës, ku ju pret Albulena dhe pjesa e saj argëtuese. Vazhdoni të jeni me 4 orë, jemi deri në orën 20 live në First Channel.